Si e komenton rritjen e çmimeve nga bizneset, nga supermarketet, para datës 1 maj, sepse dim që rritja do të shqiptohet prej datës 1 maj. Ndërkaq qytetarët që kanë has ngritje të çmimeve para datës 1 maj. Kur e thash gjatë bisedës spekulimi ekonomik, bizneset janë aq të vëmendshme dhe shumë smart në këtë drejtim, kështu më njëherë ato janë të gatshme për të rritur çmimet, që thash më sprit edhe shumë moral tek bizneset, sepse në ekonomi tregut shteti është ai i cili i kontrollon bizneset përmes taksave, tatimeve, por jo mas se fare vendime arbitrare që shuan, por këtë mbi bazën e tregtisë së lirë. Por përderisa shteti nuk është i interesuar, qeveria nuk është i interesuar, normal që këto momente janë shtrat për bizneset që të rrisin çmimet, por në bazë të dhanave të agjencionit e statistikave, këtu do të më bani dallim që prej pandemisë, deri me tani pra ka pas një ngritje që mbeti e lartë, pa të pranuar edhe vetë qeveria në atë kohë që dikon është folur 18%, por në mënyrë zyrtare është pranu 14% do të inflacion. Pra tash do të kemë qartë që kjo 2.9 rrit inflacionit për viti 2024-2025 do të mjashtu që ati 14%. Se nuk është pej zerës në 2.9, se po të ishte pej zerës në 2.9 do të ishte shumë e letë për të jetuar, por më e letë është të vret në portofolin tonë, që para 5 vite kemi ble më shumë se sa tani. Kështu që kjo është vetë fakti që po ngarkohet portofoli jonë, kjo të regon që ne kemi një inflacion të lartë, por që nuk ka të ndalër. Këto po shqit që nuk ka politika ekonomike, sepse importi po në ngulfat. Gjithaj trumbetim që kjo qeveri ka financuar, ka subvencionuar bujqësin, prodhimin vendor, ne shumë gjithë ditë në treg kemi produkte bujqësore të importuara, fruta, gjitha dhe të kemi, mbi 70%, 90% e ki import. Dhe në momentin që ki këtë import lartë, të regon kjo që ti nuk e pas politika për të fuqizuar prodhimin vendor, dhe në momentin që ki import, është shumë normali që i ki çmime të larta, sepse ato kanë transport, kanë një çmim bazë atje, tatohen doganet, gjitha dhe isa dhe në tregun final, që është shumë normal aja, por që fjallin e fundit gjithmonë e kanë institucionet, sepse për atë arsye krijohen që me qenë në krye të detyres. E përmend edhe çështjen e pandemisë, kohës fundit kemi pa dhe diskutime të rrezikut të mbylljes së bizneseve cilat kanë vujt gjatë kohës së pandemisë, pa mbështetje institucionale, pa lehtësira, dhe tashmë kemi edhe një ngritje tjetër të çmimit të energjisë elektrike. Ka rrezik, sepse po besoj me këtë rrezik munden ekonomitë familjare, bizneset e vogla, mirë po për makrobizneset ndoshta nuk do të jetë shumë jetike çështja e shtrëngimit të energjisë. Unë gjithmonë jam i thare se që ato biznesi çfarë i kem, ti mbrojmë, sepse me ato me një mënyrë të bërit ekonomi dhe në fakt krijon taksat të atime për shtetin. Por është shumë interesant që dhe në kohën e pandemisë, nëse ato biznese kanë kontribu për 20 vite dhe e dim fort mirat prolongim të atyre pagesave, si tek familjet, si tek biznese kanë qenë aqe të izgjatura, që mund të amërë me men nëse do të kishin pritur ato përkrojet të shtetit kishin kalopsu gjitha. Pra nuk ka pas fare ekspeditet në veprim nga në institucioneve relevante që është për të ardhur keq. Dhe tash kur jemi këtë moment, dhe të gjithë kjo inflacion, gjithë kjo rritje bizneset, tash në ekonomi të tregut ose duhet të rrisin çmimet për të qëndruar në treg, ose duhet të mbyllen. Në disa bizneset që i përmende, bizneset më të fuqishme që munden me qenë me atraktive në tregun rajonale, mund ato të gjenë treg dikun tjetër, për shembull flitet që bizneset në ndërtimit janë duke tentuar të largohen nga vende dhe ka shumë biznese që në Shqipëri dhe në Maltizi janë duke gjetur treg të mirë atje dhe në momentin që largohen atje, pra kiti 2 humbje. Nuk do të ndikojnë në arkin e shtetit, sepse nuk paguajnë të atime këtu, po ashtu edhe do të ngrisin në fakt papunësinë, sepse kur të largohen atje, potencialisht gjenë atje fuqi punëtore që është më e levërdishme se sa të bartë nga këtu atje. Por që edhe ekonomitë familjare që përmende bizneset e vogla, start-upet,
nëse nuk kanë, është shumë natyrshme që të mbyllen. Por, në bazë të sjelljes të kësaj qeverie dhe të Ministrit Financave, sigur se nuk i ban fort përshtypje kjo nëse mbyllen bizneset, sa që të momentet caktune i ka qujtë edhe oligarke, gjithçka që është e pa kuptim nga ana logjikës ekonomike, sepse te kjo fundit këto bizneset nuk kanë qenë fare para lufte. Kjo shoqëri ka kriju, kanë mbijetu dhe është mbi bazën e ekonomisë. Nëse një biznes i qëndron tregut 20 vjet, potencialisht ai tregohet biznes i suksesshëm. Dhe ti mbas 20 vite po e vendos në pikë pyetje biznesin kosovar, por kjo është diçka që tamam sikur mos mja dash të mirën biznesit në vend.